7 mënyra si të kuptoni që personi përballë jush është i keq, mos i neglizho. Në jetën e përditshme, njerëzit shpesh nuk shfaqin që në fillim fytyrën e tyre të vërtet. Disa e maskojnë qëllimin, disa fshehin egon e sëmur, disa mbulojnë manipulimi me buzëqeshje. Ndërsa të tjerë përdorin mirësinë tuaj si një terren ushqyes për qëllimet e tyre të errëta. Kjo nuk ka të bëjë me paranojnë apo dyshim të tepruar, por me aftësinë për të njohur sinjale që shumica e njerëzve i injorojnë, sinjale të vogla, por tepër të rëndësishme. Ka disa mënyra të qarta të bazuara në psikologji për të kuptuar shpejt e qartë nëse personi përballë jush është i keq, manipulues, i rrezikshëm emocionalisht apo thjesht dikush që nuk duhet ta keni në jetën tuaj. Ky tekst është i gjatë, i thelluar dhe i ndarë në 3 pjesë. Në këtë pjesë 1, ne do të trajtojmë 1 mënyra 1. Personi që e ndryshon sjelljen sipas interesit. 2 mënyra 2. Personi që ju ul pak nga pak vetëvlerësimin, metoda e ndërgjegjes së heshtur. 3 mënyra 3. Manipulimi emocional. Si e dalloni që në minutat e para mënyra 1, ai që e ndryshon sjelljen sipas interesit. Një prej treguesve më të saktë se personi përballë jush nuk ka qëllime të mira është sjellja e paqëndrueshme dhe varur nga përfitimi. Psikologët e quajnë sjellje instrumentale. Në termat më të thjeshtë, nëse nuk përfiton prej teje, nuk sillet mirë me ty. Ky lloj personi është mjeshtër i dekorimit të sjelljes. Në fillim duket i sjellshëm, i qeshur, madje i dashur, por sapo interesi i tij personal nuk është më në lojë, maska bie. Ky person manifeston disa shenja shumë të qarta. Shenja 1, mirësia selektive. Nuk është i mirë me të gjithë, vetëm me ata nga të cilët merr. Status, para, rehati, informacione, vëmendje, kënaqësi, favore. Me ju mund të jetë i qeshur, por me dik tjetër i ftohtë e arrogant. Me dik tjetër servil, por me dik tjetër agresiv. Mirësia e tij nuk është karakter, është strategji. Shenja 2. Haron respektin sapo t'i jepni atë që do. Në momentin që ju ndihmoni një person të tillë, i jepni mbështetje, i hapni derë, i ofroni mundësi, ai fillimisht tregohet i përulur. Por sapo e merr atë që i duhet, ai nuk përgjigjet njësoj. Nuk është më i vëmendshëm. Nuk ka më nevojë të aktrojë mirësinë. Është ai tipi i njeriu që në ditët e vështira të tij ju telefonon 5 herë. Por kur ju keni nevojë për të, 3 ditë nuk e gjeni dot në telefon. Shenja 3. Ju buzëqesh vetëm kur ka publik. Kjo është një nga testet psikologjike më të fuqishme. Shikojeni si ju trajton kur askush nuk e shikon. Njerëzit e këqinj rregullojnë sjelljen sipas syrit të publikut. Në privatësi tregojnë veten, në publik tregojnë imazhin. Në prapasken ftohtësi. Para të tjerëve, afërsi e rreme. Ky është manipulimi i pastër i perceptimit shoqëror. Shenja 4. Nuk investon asgjë, por pret gjithçka. Personi i keq nuk ndjen borxh moral, nuk njeh reciprocitet, nuk njeh drejtësi njerëzore. Ai merr, por kur vjen momenti të jap, ka gjithmonë një justifikim. Kam qenë shumë i zënë. Harrova. Smunda. Se pash telefonin. Maska më e madhe e njerëzve të këqinj është përtacia e paramenduar. Aktrojnë sikur nuk munden që ju të mos kuptoni që thjesht nuk duan. Shembull konkret nga jeta reale. Imagjinoni një koleg që bën i sjellshëm vetëm kur ka diçka për të marrë nga ju. Ndihmë në punë, një kontakt, një shërbim, një mbulim gabimi. Por ditën që ju keni një kërkesë minimale, ai fillon e largohet, bëhet i padisponueshëm, madje ju trajton me ftohtësi. Ky lloj njeriu është i rrezikshëm, sepse nuk ka moral, ka vetëm interes. Mënyra 2. Personi që ju ul vetëvlerësimin pak e nga pak. Kjo është një shenjë që shumë njerëz e ngatërojnë me kritika të sinqerta. Por jo, nuk është kritik, është metodë. Psikologët e quajnë erosion i vetbesimit, ose në term të thjeshtë, njeriu i keq ju dëmton duke ju ulur vetëvlerësimin në mënyrë të heshtur. Këta njerëz janë shumë më të frikshëm sepse nuk përdorin dhunë, sharja apo kërcënime. Përdorin fjalë të vogla që e gërryejnë mendjen e tjetrit. Si funksionon kjo mënyrë? Në fillim asgjë nuk duket e gabuar. Ai mund t'ju thotë, po e ke mendjen pak të shpërqendruar sot. Nuk je aq i përkushtuar sa të tjerët. Ti emocionohesh shumë gjërave. Ti nuk ke eksperiencë mjaftueshëm. Në fillim ju as nuk e merrni si sulm. E merrni thjesht si opinion. Por ai e përsërit. Pak nga pak mendja juaj fillon të vendos pikpyetje. Mos ndoshta ai ka të drejtë. Po sikur unë vërtet të jem problem. Po sikur të jemi pasigurt. Ky është dëm mental. Nuk duket, por vepron gjatë.
Shenja të qarta që personi ju ul vetë vlerësimin qëllimisht një. Kritikat e tij kanë qëllim të fshehtë, jo ndërtim. Kur dikush kritikon për të ndërtuar, e jep zgjidhjen, e jep mbështetjen. Kur dikush kritikon për të dëmtuar, jep vetëm problem, fesim, dyshim, s'ka zgjidhje, sepse qëllimi nuk është t'ju ndihmoj, është t'ju shkatërroj besimin. 2. Komentet e tij nuk shkojnë drejt punës, shkojnë drejt personalitetit. Në vend që të thotë, kjo detyrë mund të ishte bërë më mirë. Ai thotë, ti nuk di si bëhet kjo. Ti nuk je personi Zoti për këto gjëra. Ti nuk ke aftësi. Rezultati. Sulm personal. Dhe sulmet personale nuk janë kurrë të pafajshme. 3. Fjalët e tij janë të vogla, por efektin e kanë të madh. Njerëzit e këqij dinë që fjalët e ashpra tërheqin vëmendje. Kështu ata përdorin fjalë të buta, por të helmatisura. Ata thonë, nuk do ta kuptosh ti. Nuk është për ty kjo gjë. Ti je shumë i ndjeshëm. E ke mendjen pak të dobët për presion. Nëse një person ju thot këto gjëra shpesh, ai nuk po ju tregon të vërtetën, po ju ndërtuar një version të dobët të vetes tuaj që ta besoni. Shembull real. Një partner që çdo ditë i thot të dashurës, pa mua ti nuk ja del, ti je shumë naive. Nuk të merr njeri seriozisht. Këto nuk janë opinione, nuk janë vërejtje, janë mekanizma kontrolli. Sa po viktima e beson, ajo bëhet e varur nga personi i gabuar. Mënyra 3. Manipulimi emocional, si ta dalloni brenda minutave. Manipuluesi emocional është një nga njerëzit më të rrezikshëm që mund të keni përballë. Ai nuk përdor logjik, përdor emocion. Nuk përdor argument, përdor ndjenjat tuaja kundër jush. Një manipulues mund të jetë partner, shok, familjar, shef, kushdo. Manipulimi është një armë e padukshme, prandaj duhet ta kuptoni shpejt. Shenja kryesore të manipuluesve emocional 1. Bëhen viktim për çdo gjë. Nëse dikush gabon vet, por sillet si viktimë, ju dëmton dhe pastaj qan. Ju kritikon dhe pastaj thot më vrave zemrën. Ju përdor dhe pastaj thot unë të dua më shumë se ti mua. Atëherë ai nuk është personi sinqert. Ai po ju manipulon për të mos mbajtur përgjegjësi. 2. Ju ndjell faj edhe kur nuk keni bërë asgjë. Manipuluesit duan të krijojnë ndjenjen. Gabimi është gjithmonë i yti. Nëse një person ju bën të ndiheni fajtor, borxhli, i keq, tratar, mosmirënjohës, për gjëra që s'keni bërë, atëherë ai po përdor taktikën e njohur si fajsimi strategjik. Manipuluesi s'ka nevojë që ju të gaboni. Mjafton që ju të mendoni se keni gabuar dhe ai fiton kontroll. 3. Ndryshim ekstrem i tonit dhe sjelljes. Manipuluesi nuk është konsistent. Ai, një ditë është i ëmbël, ditën tjetër i ftohtë, një ditë i butë, ditën tjetër agresiv, një ditë ju do, ditën tjetër ju nënvlerëson. Kjo nuk është rastësi, është metodë. Psikologët e quajnë terapia e shpërblimit dhe ndëshkimit. Manovra që përdorin kultet, sektet, njerëzit toksik dhe partnerët abuziv. 4. Te dramaturgji, çdo gjë e tepron. Manipuluesit e dinë që emocionet e forta ju bëjnë të dorëzoni logjikën. Prandaj, çajnë në qast, dramatizojnë, rritin konfliktin, përdorin tone të ngarkuara, tregojnë histori nga e kaluara vetëm për të krijuar mëshirë. Këtu qëllimi nuk është komunikimi, por përkulja e mendjes suaj. Shembull i qartë. Nëse i thua një manipuluesi, pse nuk më ndihmove me atë punë? Ai nuk do të thotë, më fal, nuk munda. Ai do të thotë, ti gjithmonë më bën të ndihem keq. Mua nuk më vlerëson askush. Të gjithë më sulmojnë. Po unë çfarë jam për ty? Nuk i intereson biseda. I intereson rezultati. Të mos flitet më për fajin e tij dhe ju të ndiheni keq. Në këtë pjesë do të trajtojmë 4. Njeriu pa empati, zemra e ftohtë që nuk ndjen për askënd. 5. Ai që kënaqet me dështimin tuaj, shenja e errët psikologjike. 6. Gënjeshtari i lindur, si e kap dot vetëm nga detajet e vogla. Mënyra 4. Njeriu pa empati, zemra e ftohtë. Në psikologji ekziston një term i thjeshtë, por tepër i fuqishëm. Empatia është aftësia për të ndier çfarë ndjen tjetri. Personi i keq nuk e ka këtë aftësi. Jo sepse nuk do, por sepse nuk mundet. Njerëzit pa empati nuk ndjejnë keqardhje. Nuk e kuptojnë dhimbjen e të tjerëve.
Nuk preken emocionalisht. Nuk e kuptojnë humbjen. Nuk e kuptojnë zhgënjimin. Nuk din të kërkojnë falje. Nuk u dridhet asnjë muskul kur ju lëndojnë. Këta njerëz shpesh duken ftohtë, racional, të qetë, të pandikuar, por në realitet janë të zbrazët emocionalisht. Si e dalloni një person pa empati? Ka disa teste shumë të thjeshta, por tepër të sakta. Testi 1. Reagimi ndaj dhimbjes suaj. Nëse ju tregoni një breng, një humbje, një shqetësim, një frikë, një problem serioz, dhe personi e minimizon, e kthen në shaka, e ndryshon temën, s'ju kushton vëmendje, ju fajson, thot ka edhe më keq se kaq, nuk ndalon as 10 sekonda të mendoj, atëhera ai nuk ka empati. Njeriu normal do ta ulte zërin, do t'ju dëgjonte, do të tregonte interes. Njeriu pa empati jo. Testi 2. Si sillet kur dikush tjetër lëndohet. Nëse një shok i përbashkët bie në vështirësi, lëndohet. 1. Pëson dështim. Humb një njeri të dashur. Dhe personi i dyshuar nuk ndjen as interes minimal ose madje buzëqeshtinëzisht. Atëherë ky është një sinjal shumë serioz. Testi 3. Mungesa e faljes së sinqertë. Njeriu pa empati nuk kërkon falje, vetëm simuluar. Kur ju kërkon falje, fjalët nuk përputhen me fytyrën. Nuk ndryshon sjellje pas faljes. Më falje e thot vetëm për t'i mbyllur gojën tjetrit. Kërkon falje që ju të mos largoheni, jo sepse ndjen keqardhje. Falja te këta njerëz është një mjet, jo një ndjesi. Testi 4. Zero ndjeshmëri ndaj kufive tuaj. Nëse i thoni mos më flit kështu, mos e prek këtë temë, mos më keq trajto, kam nevojë për hapësirë, dhe ai sërish, e bën, e përsërit, ju provokon, ju sfidon, atëherë ai nuk njeh kufi, sepse nuk i sheh si njerëzor. Shembull i qartë nga jeta. Një person pa empati mund të jetë partner që shikon lotët tuaj dhe reagimi i tij është, je dramatike. Shok që dëgjon se ke humbur punën dhe thot, po që rëndësi ka? Familjar që e sheh që po lufton me stresin dhe thot, e ke vet fajin. Në këto raste nuk është thjesht mungesë taktike. Është shpirti pa formuar emocionalisht. Njeriu i keq është ai që e di që po ju dhimb, por nuk ndjen asgjë. Mënyra 5. Ai që kënaqet me dështimin tuaj mala fide. Kjo është një nga shenjat më të errëta të karaktereve të liga. Nëse një person gëzohet kur ju dështoni, ai nuk është thjesht toksik. Ai është i rrezikshëm. Psikologjia e quan këtë fenomen schadenfreude, kënaqësia nga vuajtja e tjetrit. Por tek njerëzit e këqij kjo është më e thellë. Ata gëzohen sidomos kur dështoni ju. Si e dalloni që dikush kënaqet me dështimin tuaj? Shenja 1. Entuziazmi i çuditshëm kur diçka shkon keq. Nuk është entuziazëm i hapur. Nuk ka duar trokitje. Ka disa shenja të fshehta. Buzëqeshje të vogla. Sy që ndriçojnë pak. Toni but, por me kënaqësi. Energji e ngritur papritur. PSH ju i thoni, më refuzuan në intervistën e punës. Dhe ai thot, e po mirë, e ke edhe një herë tjetër, por me një ton që s'përputhet me fjalët. Shenja 2. Ju lavdëron më shumë kur jeni keq. Nëse personi është më i afërt kur ju jeni në vështirësi, ju mbështet më shumë kur jeni poshtë. S'ka problem të rijë me ju vetëm kur jeni të dobët. Atëherë nuk është mbështetje, është kënaqje e egos së tij. Ai ndihet mirë kur jeni ju më poshtë. Ndjehet i fortë, ndjehet superior, ndjehet më mirë me veten. Nuk ndihet i kërcënuar. Ky është dëm psikologjik i rafinuar. Shenja 3. Bën krahasime që ju ulin juve dhe rrisin veten. PSH. Unë e mora provimin pa problem, po ti e pate të vështirë. Unë jam më i qetë se ti në stres. Unë di ti menaxhoj njerëzit më mirë. Unë i rregulloj gjërat më shpejt. Disa njerëz e bëjnë këtë me qëllim. Disa të tjerë e bëjnë natyrshëm. Por në të dyja rastet kjo tregon karakter problematik. Shenja 4. Nuk feston sukseset tuaja. Nëse i thoni, e mora punën, dhe ai ndryshon temë, gjaftosin, nuk duket i lumtur, tenton ta minimizojë arritjen, atëherë ai nuk është mik, ai është një konkurrent i fshehur. Njerëzit e mirë gëzohen me të vërtetë, njerëzit e këqij gëzohen vetëm me gabimet tuaja.
Pse disa njerëz gëzohen me dështimin tuaj? Ka disa arsye të errëta. Kanë ego të rënuar. Kanë xhelozi kronike. Ndihen të kërcënuar nga potenciali juaj. Kanë mungesë vetbesimi. Nuk duan që ju të shkëlqeni më shumë se ata. Personat e tillë nuk janë vetëm të këqinj. Janë emocionalisht të rrezikshëm sepse fshehin qëllimet pas një fytyre të qetë. Mënyra 6. Gënjeshtari i lindur si ta kapësh vetëm nga detaje të vogla. Njeriu i keq shpesh është edhe gënjeshtar. Jo çdo gënjeshtar është i keq, por çdo person i keq gënjen. Gënjeshtra është arma e tij, për të dukur më i mirë, për të dukur viktimë, për të manipuluar, për të kontrolluar, për të shmangur turpin, për të mos mbajtur përgjegjësi, për të krijuar realitet paralel. Por gënjeshtrat nuk mbahen dot përgjithmonë. Kanë shenja të qarta. Si e kap gënjeshtari me detaje të vogla? Shenja 1. Histori që s'kan të njëjtën detajistik. Pyeteni të njëjtën gjë pas disa ditësh. Ai nuk i mban mend detajet. Shembull, dita 1. U zgjova në 7 dhe ika tek punëtori. Dita 5. Nuk u zgjova herët atë ditë, ika rreth 9. Gënjeshtari nuk kujton dot versionet. Njeriu i sinqert nuk ka version, ka të vërtetën. Shenja 2. Syt lëvizin shumë shpejt në momentet kyçe. Ky është reagim neurologjik. Truri kur shpik informacione. Lëviz syt majtas djathtas. Shmang kontaktin vizual. Prek fytyrën. Prekën. Gëlltitet më shpesh. Nuk është gjithmonë 100 provë, por është tregues i fortë. Shenja 3. Fjalët e shumta për të fshehur boshllëkun. Gënjeshtari. Flet shumë. Jep shpjegime të tepërta. Përpiqet të bind me detaje të panevojshme. Krijon dramë për të shtuar besueshmëri. Njeriu i sinqert përgjigjet shkurt. Po. Jo. E kam bër. Nuk e kam bër. Sinqeriteti është i thjeshtë. Gënjeshtra është komplekse. Shenja 4. Mos përputhje mes fytyrës, tonit dhe përmbajtjes. Ky është treguesi më i fortë. Nëse dikush thotë, jam shumë i mërzitur për këtë, por toni është i qetë dhe fytyra s'ka asnjë tension emocional. Ai gënjen. Njerëzit e sinqert. Zëri u thyhet. Syt u skuqen. Vështrimi u ndalet. Fytyra u humbet tonin. Frymarrja ndryshon. Reagimet emocionale nuk simulohen dot lehtë. Shenja 5. Përdorin shpesh fjalën sinqerisht ose me të vërtetë. Gënjeshtarët kanë nevojë ta theksojnë sinqeritetin me fjalë. Të sinqertët e theksojnë me sjellje. Shembuj tipik. Po ta them sinqerisht. Mos e keq kupto, por me të vërtetë është kështu. S'të gënjej dot unë. Të betohem në. Sa më shumë betime, aq më shumë gënjeshtra. Shenja 6. Reagojnë me agresivitet kur i kap. Gënjeshtari nuk pranon të kapet. Nëse i thoni, po kjo nuk ishte ajo që the më parë. Ai, bërtet, nervozot, ju akuzon, ju bën të ndiheni fajtor. E kthem bisedën te gabimet tuaja. Përpiqet ju dekoncentroj. Sepse vërteta ekspozon dhe ai ka frikë. Shembull nga jeta. Një partner që gënjen për oraret, për vendodhjet, për njerëzit që takon. Çdo gënjeshtër e vogël është provë që ai fsheh diçka. Ai manipulon. Ai s'është transparent. Ai nuk është i besueshëm. Gënjeshtra e vazhdueshme është një shenjë shumë e fortë që personi nuk është i mirë. Në këtë pjesë trajtojmë 7 shenja e fundit, personi që nuk ka ndërgjegje, forma më e frikshme e së keqes, analizë përfundimtare psikologjike si të mbroheni nga njerëzit e këqij, si të forconi veten që askush të mos arrit ju manipulojë. Mënyra 7. Njeriu pa ndërgjegje, shenja e fundit dhe më e rrezikshmja. Në psikologji, ndërgjegja është zëri i brendshëm që na ndalon të bëjmë keq. Tek njerëzit e këqij, ky zë nuk ekziston. Nuk është se e shuan, nuk është se e ignoron, thjesht nuk e ka. Kjo është forma më e avancuar e negativitetit njerëzor. Si e kuptoni që një person nuk ka ndërgjegje? Ka disa tregues që janë pothuajse 100 të saktë. Shenja 1. Nuk ndjen faj as kur kapet duke bërë keq. Njeriu normal ndjen turp, pshërje, përgjegjësi, ndjen siklet, kërkon falje. Njeriu pa ndërgjegje nuk ndjen asnjë nga këto. Nëse dikush ju lëndon, ju gënjen, ju tradhton besimin, ju përgojon, ju manipulojnë,
dhe më pas reagon. E po ja pra ndodhi. Po pse u mërzite? S'është aq e rëndësishme. Ti e ke fajin që e more kështu. Atëherë ky person është jashtë normales. Kjo është shenja më e fortë që keni të bëni me dikë realisht të keq. Shenja 2. Fajin e zhvendos gjithmonë tek të tjerët. Njerëzit pa ndërgjegje kanë një aftësi të jashtëzakonshme. Asnjëherë nuk janë fajtor. Në çdo situatë fajin. Ju a hedh ju. I a hedhin fatit. I a hedhin dikujt tjetër. I a hedhin rrethanave. Ata nuk thon kur. Gabova. Deklarimi i tillë në natyrën e tyre s'ekziston. Shenja 3. Nuk ka barë morale as nga tradhtia, as nga mashtrimi, as nga poshtërimi. Njeriu pa ndërgjegje mund të gënjej pa u dridhur qerpiku, të tradhtoj pa asnjë pendes, t'ju shfrytëzoj pa asnjë keqardhje, të ju përgojoj e pastaj t'ju buzëqesh, të jeti dyfisht në mënyrë profesionale, dhe mbi të gjitha, të flej rehat natën. Njerëzit e mirë nuk flen dot nëse lëndojnë dik. Njerëzit e këqinj flen më qetë se kur. Shenja 4. Nuk e pranon kur të vërtetën si të vërtetë. Nëse i jepni prova, mesazhe, fakte, dëshmi, foto, dokumente, ai sërish nuk e pranon. Për çfarë arsye? Sepse pranimi i së vërtetës kërkon ndërgjegje. Në mungesë të ndërgjegjes, pranimi nuk ekziston. Ai do t'ju manipuloj derisa të besoni që ju jeni gabim, ju e keni keq kuptuar, ju jeni paranojak, ju jeni sensibël. Ky është manipulim klasik. Shenja 5. Nuk ka kufi moral deri ku mund të dëmtoj dik. Njeriu pa ndërgjegje është gati të shkojë shumë larg. T'ju shkatërroj reputacionin, t'ju turpëroj publikisht, t'ju dëmtoj financiarisht, t'ju lëndoj emocionalisht, t'ju prish marrëdhëniet, t'ju varros psikologjikisht, dhe të mos ketë asnjë pendes. Kur dikush nuk ka kufi, ai është i keq me përkufizim. Analizë përfundimtare psikologjike. Pasi keni analizuar të gjitha 7 mënyrat, krijohet një portret shumë i qartë. Njeriu i keq nuk ka empati, gëzohet me dështimin tuaj, gënjen natyrshëm, manipulon, kontrollon, nuk ndjen faj, nuk ka ndërgjegje. Të gjitha këto së bashku përbëjnë personin tocic, manipulues të hëtë pamëshirshëm. Në këto raste, psikologët rekomandojnë distancë, jo diskutim, jo luftë, jo ta ndryshoj unë, jo ai do të bëhet më mirë. Sepse njeriu i keq nuk ndryshon, ai vetëm maskohet më mirë. Së të mbroheni aga njerëzit e këqinj. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Disa rregulla janë universale dhe të padiskutueshme. 1. Mos u përpiq ta ndryshoni. Ky është gabimi më i madh. Njerëzit shpesh thonë, do e ndreq unë, do e bëj të reflektoj, do më kuptoj, por njeriu i keq nuk ndërohet nga dashuria, kujdesi, as sakrifica. Ai ndërohet vetëm nga një gjë, pasoja. Vetëm distanca i jep mësim, jo fjalët. 2. Vendos kufi të qartë dhe mos i shkel për asnjë arsye. Njerëzit e këqinj respektojnë vetëm kufit që nuk thyhen. Nëse thoni, mos më ofendo më, dhe ai ju ofendon, ju nuk keni kufi. Nëse thoni, nuk dua gënjeshtra, dhe ai ju gënjen, ju nuk keni nevojë për fjalë, por për veprim. Ndërprerje kontaktit. 3. Distancë emocionale, jo debat. Ata ushqehen nga debati. U pëlqejnë konfliktet sepse u japin mundësi të manipulojnë, të viktimizohen, të shkarkojnë fajin, të kontrollojnë bisedën. Distanca i heq energjin manipulimit. 4. Mos u justifikoni. Njerëzit e këqinj duan që ju të justifikoni gjithmonë veten. Pse u mërzit? Pse u lënduat? Pse u tërhoqët? Pse nuk duroni sjelljen e tyre? Mos e bëni. Ndërprerja e justifikimeve është një formë fuqie. 5. Analizoni faktet, jo fjalët. Faktet nuk gënjejnë. Nëse dikush ju ka gënjyer 10 herë, ju ka zhgënjyer 10 herë, ju ka lënduar 10 herë, atëherë është pjesë e karakterit të tij. Fjalët e bukura nuk e ndryshojnë karakterin. 6. Mos jepni informacione personale. Sa më shumë din për ju, dobësit, frikërat, traumat, dështimet, aq më shumë mund t'i përdorin kundër jush. Njerëzit e këqinj i përdorin të dhënat si armë.
Së tërë forconi veten ërtëre se manipuloj askush. Buroja më e mirë kundër manipuluesve është fuqia e brendshme. Një ngrini vetbesimin. Sa më shumë vetbesim keni, aq më pak ndikoheni. Manipuluesit kërkojnë viktima me vetëvlerësim të ulët. 2. Mësohuni të thoni jo pa frikë. Në fillim duket e vështirë, pastaj bëhet zakon, dhe pastaj bëhet liri. 3. Mos u friksoni nga humbja e njerëzve të gabuar. Njeriu i fortë nuk ka frikë të humbas dik, ka frikë të humbas veten duke toleruar dik. 4. Respektoni ndjenjat tuaja, ato janë alarmi juaj natyral. Nëse diçka nuk shkon, besojini instinktit. Instinkti është radari që i dallon njerëzit e këqinj para se mendja t'i analizojë. 5. Investoni energji vetëm te njerëzit që ju respektojnë. Mos jepni kohën, zemrën, firtin, mbështetjen, besimin tek ata që nuk vlerësojnë as minimumin. Mesazh final. Nëse një person nuk ndjen empati, gëzohet me dështimin tuaj, manipulon, nuk ka ndërgjegje, atëherë keni të bëni me një njeri të keq. Jo me një njeri që po kalon fazë, jo me dikë që ka nevojë për mua, jo me dikë që do ndryshoj. Në jetë ka 2 lloje njerëzish, ata që ju japin jetë, dhe ata që ju a marrin atë ngadalë, pa u kujtuar fare. Kujdes kë keni pranë. Kjo vendos fatin tuaj emocional, mendor dhe shpirtëror.